Kryeministri Edi Rama ka kryer një inspektim në Spitalin e Ri Rajonal në Lezhë, nga ku tha se problem në spitale ngelet menaxhimi, ndërsa u shpreh se duhen vendosur tarifa për turistët në mënyrë që sipas tij të rritet kapaciteti financiar i shtetit. Ne kemi infermierë shumë mirë. Problemi jonë është menaxhimi dhe sepse ne nuk e kemi traditën e menaxhimit të spitaleve siç e ka bota. Ne kemi shumë traditë të reja në këtë pikë dhe duke diskutuar me aty grupe shumë të mëdha për të hyrë në marrëdhënie menaxhimi, siç e kanë bërë shumë vende, Polonia për shembull ka bërë një super transformim duke marrë menaxhim nga jashtë. Të dy, pavarësisht nga njëri tjetri, se kemi diskutuar për Lën Terezën, të dy pavarësisht nga njëri tjetri thonë që është kyç që të ndërtohet brenda spitalit, një spital privat, për mjekët e spitalit. Dhe të jetë pjesë e sistemit të punës së mjekëve të spitalit. Në mënyrë që të japi mundësinë që ta kenë spitalin si vendin ku janë bashkëpronar, edhe të kenë një kapacitet të ardhurësh sipas performancës që varion në bazë performancës. Plus e dyta është që ne duhet patjetër të fillojmë të vendosim tarifa për turistët. Se kjo po e përgatisim në fakt. Rama theksoi se përmirësimi i ekonomisë ka krijuar mundësi për rritje të pagave në disa sektor, si arsimi dhe ushtria, ndërsa paralajmëroi se kjo politikë do të shtrihet gradualisht edhe në fusha të tjera, përfshirë shëndetësinë. Kemi më shumë mundësi, kemi vendos edhe për mësuesit, edhe për punonjësit e policisë dhe për ushtarakët. Dhe do të shtrim të gjithë kuptohet, por këto janë profesione që lidhen me fronte me rëndësi të madhe për të gjithë. Kështu që besoj që do kemi mundësi prapë në vijim të rrisim pagat. Ai shtoi se është dakord që me ndryshimet në buxhet që do të bëhen në qershor, mjekët e urgjencës të përfshihen në kategorinë e mjekëve specialist, në mënyrë që të kenë një pagë dinjitoze. Tjetri do shkojnë në atë front jo të lehtë dhe do trajtohet si mjek i përgjithshëm pa specialitet, është e padrejtë. Kështu që vetë tiu thotë jo, mjek se mjek, po shkoj të specializohem diku tjetër. Edhe kjo ishte biseda që ram dakord që do zgjidhet në qershor me ato ndryshimet që bëhen çdo mes vitit të buxhetit, edhe do t'i përfshim në kategorinë e mjekëve specialist si mjek të urgjencës, në mënyrë që kanë një pagë dinjitoze. Ndër të tjera, shtoi se është një lehtësim i madh për qytetarët decentralizimi i shërbimit onkologjik.